Antarësimi i Kosovës në Interpol do t'i mundësonte vendit drejt për drejt kyçje në rifreskim të listave të personave që kërkohen ndërkombëtarisht nga Interpoli. Edhe pse vazhdimisht është kërkuar që çështja flet arresteve të lëshuara nga Serbia të jetë pjesë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Si pasojë e kësaj, këto flet arreste po vazhdojnë të kenë ende efekte për zyrtarët shtetëror dhe qytetarët e Kosovës. Plator Avdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thot për Tribuna Channel se ka mënyra të ndryshme se si Kosova mund të heqë këto flet arreste që po i lëshohen nga Serbia, por se kjo sipas tij mund të ndodhë vetëm kur Kosova të jetë pjesë e Interpolit. Se si mund të ndikohet në heqjen e këtyre flet arresteve është që sapo të antarësohet Kosova në Interpol, do thotë të ofroj si të themi ashtu ndoshta dëshmi se Serbia nuk ka bazë penale për ndjekjen e qytetarëve të Kosovës ndaj të cilëve ka lëshuar flet arreste ndërkombëtare. Avdiu akuzon palën kosovare për një mos seriozitet në bisedimet e Brukselit. Kosova nuk ka tregu, mendoj, asnjë mos serioziteti në raport me qoftë me bisedimet ose në raport me Serbinë në këtë rast. Dihet që Kosova nuk ka bashkëpunim policor me Serbinë, do thotë s'ka bashkëpunim bilateral, për më shumë Serbia e bllokon Kosovën për t'u antarësuar në Interpol. Që urdhër arrestet e vjetruara duhet të tërhiqen e thotë edhe raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën Ulrike Lunacek. Ajo ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të bëjë presion mbi Serbinë për të tërhequr urdhër arrestet e vjetruara. Mbajtja e urdhër arresteve të vjetruara ndërkombëtare që nga viti 2004 nga Serbia, e cila është e përfshirë në dialogun BE-Kosovë, është e papranueshme. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut Begjet Çalla thotë se spastrimi i listave pas vendimit të Gjykatës së Hagës është dashur të shtrohet sikush Serbisë nga bashkësia ndërkombëtare, sikur që edhe autoritetet kosovare. Sipas tij, do të duhet që si pikë veçantë bisedimeve të shtrohet spastrimi i listave të shërbimeve të inteligjencës serbe. Tash ka kohë që përfundimisht ose të hiqen të gjitha listat, ose edhe Kosova të përpëroj listat në të cilën lirisht mund të hynin edhe Vučići, edhe Nikolići, edhe Dačići, edhe Vulini, edhe shumë të tjerë. Si pasojë e mospastrimit të listave të urdhër arresteve të vjetruara, është arrestuar lideri i AK-s Ramush Haradinaj në Francë mbi bazën një flet arrestimi të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit në vitin 2004.